me thirrjen në të sinqert, të ngrihemi fuqishëm në protestën tonë të datës 8 maj. Por para zgjithash, të ngrihemi fuqishëm mbi murin e propagandës së mashtrimit, trillimit, që Edi Rama ka montuar me mafjen e fjalës lirë. Mos harroni, dashur qytetar, se sot kjo mafje 24 orë mbi 24 orë 7 ditë në javë fillon dhe mbaron gjithçka për t'u mashtruar ju, gjithçka për të manipuluar të vërtetat para jush, gjithçka për të trilluar shpifje për opozitën, për Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Mos harroni se kjo propagandë është në funksion total të veprimtarisë të vjedhjeve, në mburojtje të vjedhjeve, plaçkitjeve të pasurive tuaja, varfrimit tuaj, shkretimit të Shqipërisë. Mos harroni se kjo propagandë është në funksion të plot të mbulimit të qëndrimeve të drejta që një numër vendesh anëtare të Bashkimit Evropian kanë adaptuar ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit.